Jemi përsëri me pjesën e intervistave, kam trajnerin nga radha të 5, zotrin Krasovec. Coach, it was a very tough game in terms of physicality and also a very pressure game because of the atmosphere that was created here. Not the best way to end up this beautiful match. It was statistically a very equal game, but some details decided in the extra time. What do you think that your team didn't do better in extra time that you have done in 40 minutes of basketball, regular basketball? I think I have to congratulate my guys for the fight in these conditions where I think it was not a regular game. They were throwing things at us for 40 minutes, spitting on us and calling us names. So I don't think this is something that belongs in the sports arenas. But this is how it is. We have to play in these conditions, and congratulations to Bashkimi for the win. Okay, Coach, next game will be even more pressure because you will play at your home court, and a loss it will mean that you will be eliminated. What do you think that your team has to do better? Maybe because tonight you showed not better box out than Bashkimi. You let them take too many offensive rebounds, and you didn't score too many free throws that will be maybe more important in the next game. Yeah, as you said, we need to improve all those things. Yeah. Okay, Coach. Thank you for your time. Ishim edhe me kryetrajnerin Krasovec, i cili normalisht në mënyrën se si u mbyll kjo sfidë dhe gjithë asaj çfarë ndodhi, të cilën edhe ai potencoi që nuk ishte një ndeshje e rregullt të basketbollit që duhet të ndodhë në palestrat tona, nga se aludoj se gjatë gjithë ndeshjes janë hudhur gjësende dhe janë fyer në mënyrë të vazhdueshme gjatë këtyre minutave në këtë ndeshje. U pyet se çfarë skuadra e tij nuk bëri ta themi më mirë se sa Bashkimi në atë minuta në extra time. Ai potencoi që është shumë i kënaqur me mënyrën se si skuadra e tij e ka menaxhuar gjithë këtë ndeshje me shumë presion, dhe u pyet se a ndikuan ndoshta humbjet e gjuajteve të lira, të cilat kanë qenë 11 humbje të gjuajteve të lira që kanë mundur të ndikojnë shumë në rezultatin e sotëm, dhe po ashtu kërcimet në sulm të cilat skuadra e PES i lejoi për Bashkimin. Ai potencoi që kam të drejtë duhet i përmirësojmë këtë gjëra për ndeshjen e radhës. Ishte kjo atëra se përket kësaj nate në basketbollin kosovar dhe nga palestra Sezai Soroi. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru të dëgjofshim në transmetimet tona të radhës.